Sot haxhinjtë e Bashkisë Fetare Islame të Maqedonisë së Veriut nisën udhëtimin drejt vendeve të shenjta për të kryer obligimin e 5 të fesë islame haxhin. Duke filluar me haxhilerët e myftinisë së Shkupit brenda 7 ditëve në vijim do të realizojnë udhëtimet e haxhilerëve drejt Mekës së nderuar për kryerjen e këtij obligimi madhështor fetar. Fluturimi i parë realizohet sot më 14 maj, ndërsa fluturimi i fundit është paraparë më 21 maj. Sipas listës, fluturimi Shkup-Gjidje do të ketë 180 pasagjerë. BFI ka publikuar listën e të gjithë fluturimeve duke lutur që udhëheqësit e grupeve të haxhilerëve të informojnë të gjithë njëjtëlinjtë për kohën dhe detajet e udhëtimit të tyre. Këtë vit në haxh dhe për vizitë në vendet e shenjta myslimane nga Maqedonia e Veriut do të shkojnë 2020 besimtarë, që është numër identik me vitin e kaluar. Sa i përket moshës, sipas BFI-s, këtë vit ata që udhtojnë në haxh i takojnë gjeneratës më të re, ndërsa më i moshuari është një 75 vjeçar. Çmimi për aranzhim për haxh është 6.700 euro, që është më i lartë për 250 euro në krahasim me vitin e kaluar. Festa e madhe e Kurban Bayramit këtë vit bie më 27 maj.